Prokuroria e Fierit ka lëshuar masat e sigurisë për 3 vajza të përfshira në dhunimin e një 17-vjeçare, një ngjarje që u bë publike pas publikimit të një videoje tronditse në rrjetet sociale. Për 20-vjeçarin e dyshuar si autoria kryesore është caktuar masa e sigurisë arrest me burg, ndërsa 2 vajza 15-vjeçare janë lënë në arrest shtëpie. Masat janë ekzekutuar ndërsa të treja akuzohen për vepra penale të heqjes së palishme të lirisë. Sipas hetimeve, ngjarja ka ndodhur me 8 qershor në banesën e 20-vjeçares, por u zbulua vetëm ditët e fundit, pasi pamjet e dhunës u shpërndan në rrjetet sociale. Nga hetimi rezulton se njëra prej vajzave ka filmuar të gjithë episodin, ndërsa 2 të tjera kanë ushtruar dhunë fizike ndaj 17-vjeçares. Pas ngjarjes, e mitura i ka treguar nënës së saj për atë që kishte përjetuar dhe më pas është bërë kallëzim në policinë e Fierit. Gjatë dëshmisë së parë parajtuesve, të rinjat kanë pranuar se kanë ushtruar dhunë ndaj bashkëmoshatares, duke paraqitur disa shpjegime për motivet e konfliktit. Megjithatë, sipas policisë, këto motive janë vlerësuar si të pajustifikuara dhe nuk e zbejnë rëndësinë e veprës penale. Në një konferencë për media, drejtori i policisë së Fierit, Skënder Hita, bëri me dije se në këtë çështje rezultoni përfshirë dhe një punonjës policie. Sipas tij, efektivi ishte pezulluar më herët nga detyra, ndërsa tashmë ndaj tij është marrë masa administrative për jashtimit nga policia e shtetit. Hetimet vijojnë për të sqaruar plotësisht rolin e tij dhe çdo rrethant tjetër që lidhet me këtë ngjarje.